Mirë mëngjes. Dashur miq të rubrikës tonë Tulipani ju përshëndes. Ka kohë që nuk kemi folur direkt live. Thash të bashkë bisedojmë sot për një çështje shumë të madhe, shumë madhore, shumë e thellë për politikën botërore dhe politikën shqiptare. Sot për sot e të flasim diçka, e të bojmë diçka për më të mirën. Sot është bërë vështirë të besojmë se cili është mirë, cili është keq. Se cili si kraj mojt, si kraj djath, thonë jemi mirë, jemi në të drejtë, jemi në të drejtë, këta thonë jemi në të drejtë. Kanë popull pas. Do me thonë kanë popullin, si mojta, si djatha, gjithë botë flasë, e ka njerëz të vetë pas, e kanë popullin pas. Dhe mendimi im është për ta diskutuar këtë çështje shumë prekse për gjithë shtresat e popullit, është që çfarë të zgjedhim. Çfarë mund të zgjedhim? A mund të zgjedhim një diçka që s'na pëlqen? Jo. Prandaj na duhet të bëjmë të pamundur, të mundohem të zgjedhim mirë. Mos jemi sy mbyllas për krahun. Mos të besojmë sy mbyllas për krahun që ne na pëlqen. Po t'i besojmë të drejtës, t'i besojmë drejtësisë dhe mirësisë për njerëzit. Pra, sot është shumë e vështirë të zgjedhim, por duhet të zgjedhim. Duhet të zgjedhim, duhet të thellohemi në zgjedhje. Të mos të bëjmë zgjedhjen bazë të qefit. E dua këtë dhe ta zgjedhje. Jo. Ta duam të drejtën. Të punojmë për të drejtën. Të flasim për të drejtën. Ta duam mirësinë. Të flasim për mirësinë. Të ndihmojmë paqen, të ndihmojmë çdo drejtim që është i mirë për njerëzit dhe që bën punën për të mirën e njerëzisë. Ju faleminderit.